Përshëndetje miqtë mi, jam shumë e lumtur të shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Po, sot jam në plazh edhe ju e dini që unë nuk kam qejf të shkëputem nga videot e mia, sidomos kur jam në kohën time të qetësisë. Ju e dini që unë lexoj edhe jam shumë më se e lumtur që të lexoj edhe për ju. Dhe bëhet fjalë sot për rastet 5 dhe 6, të cilat kemi lexuar 304, kë kemi lexuar, po 100, 200, 304, dhe është rasti 5 dhe 6, dhe dua vërtet të flasim pak për mënyrën se sa e mrekullueshme është kur njerëzit manifestojnë. Dhe thotë ky rast është i veçantë dhe është veçanërisht interesant, thotë, për shkak të intervalit të shkurtër kohor ndërmjet zbatimit të ligjit të supozimit dhe shfaqjes së tij të dukshme. Edhe unë mendoj që ka shumë njerëz që duan vërtet të dinë më shumë në lidhje me sa e shpejtë është kjo kohë kur nga momenti kur ne manifestojmë deri në momentin kur pikërisht ky manifestimi ynë shfaqet. Një grua shumë e njohur erdhi tek unë me një shqetësim të thellë. Ajo mbante një apartament të bukur në qytet dhe një shtëpi të madhe në fshat. Por për shkak se kërkesat ishin bërë të shumta ndaj saj, të ardhurat e saj modeste ishin absolutisht thelbësore që ajo të mund t'i rriste pak ato, sepse nuk e përballonte dot. Dhe duhej që të jepte apartamentin me qira. Dhe thotë apartamentin e saj, ajo dhe familja e saj do ta kalonin verën në shtëpinë e tyre në fshat. Pra do të jepte me qira apartamentin e saj në mënyrë që të kalonte verën në fshat. Në një farë mënyrë thjesht për të rritur pak ato kursimet ose parat, duke shfrytzuar vetëm njërin prej banesave. Në vitet e mëparshme, apartamenti ishte dhënë me qira pa vështirësi në fillim të pranverës, por ditën që ajo erdhi tek unë, sezoni i qirave për nënqirat e verës kishte përfunduar. Apartamenti prej muajsh ishte në duart e agjentëve më të mirë të pasurive të patundshme, por askush nuk ishte interesuar për që të vinte dhe ta merrte. Kur ajo e përshkoi gjendjen e saj të vështirë, unë i shpjegova se si ligji i supozimit mund të zbatojë për zgjidhjen e problemit të saj. Sugjerova se duke imagjinuar se apartamenti ishte marrë tashmë me qira nga një person që dëshironte banim të menjëhershëm, pra siç ishte rasti i kësaj që thjesht donte ta linte dikujt në dorë sa më shpejt jetë e mundur. Sugjerova që duke imagjinuar se apartamenti ishte marrë me qira nga një person që dëshironte banim të menjëhershëm dhe duke supozuar se ishte kështu, apartamenti i saj në të vërtetë do të merrej me qira. E për të krijuar ndjenjën e nevojshme të natyrshmërisë, ndjenjën se tashmë është në fakt i kryer, thotë i thash se tashmë ishte fakt që apartamenti i saj ishte marrë me qira. I sugjerova që të binte në gjumë po atë natë, duke imagjinuar veten njën në banesën e saj, por në vendin ku ajo do të flinte nëse apartamenti do të merrej me qira papritmas, pra në shtëpinë në fshat. Ajo e kuptoi shpejt idenë dhe më tha se në një situatë e tillë do të flinte në shtëpinë e saj në fshat, me imagjinat do të flinte sikur ishte në shtëpinë e saj në fshat, sepse ai kishte shumë të lehtë për të imagjinuar. Ai kishte fjetur 100 herë në shtëpinë e saj në fshat, dhe ashtu siç kishte fjetur edhe në apartamentin e saj në qytet. Ajo e kuptoi shpejt idenë dhe arriti në këtë. Kjo intervistë u zhvillua të njëjtën në orën 9 të mëngjesit të së shtunës. Ajo më telefonoi nga shtëpia e saj në fshat, e emocionuar dhe e lumtur. Imagjino nga endja në të shtunën. Më tha se të njëjtën mbrëmë e kishte zënë gjumi duke imagjinuar dhe ishte ndjerë sikur po flinte në shtratin tjetër, në shtëpinë e saj në fshat, shumë kilometra larg nga apartamenti ku po banonte. Të premten pikërisht në mëngjes, një qiramarrëse shumë e dëshirueshme, e cila i plotësonte të gjitha kërkesat e saj si person i përgjegjshëm, jo vetëm e mori me qira apartamentin, por e mori me kusht që të mund të vendosej aty pikërisht atë ditë. Pra menjëherë, domethënë ashtu siç e kishte ndruar ditën përpara. Dhe imagjinojeni, domethënë ka raste që mund ta vërtetoni edhe ju që po me shpejtësinë e dritës mund të plotësojnë vërtet këto lloj dëshirash. Edhe unë kam pasur raste, ua kam treguar edhe ju, që dëshira ime më e madhe është plotësuar edhe pa u bërë 24 orë, që nga momenti kur unë thjesht e kam shprehur, thjesht e kam thënë që jam thellësisht mirënjohëse që kam këtë gjë, sepse tani më shumë se çdo gjë tjetër kam nevojë për pikërisht këtë gjë. Dhe jam thellësisht mirënjohëse që e kam, edhe pa u bërë 24 orë, mund të them që në vetëm 20 orë që kishin kaluar nga momenti kur unë kisha shprehur dëshirën, ajo është e plotësuar tashmë, dhe është vërtet e mrekullueshme.
Vetëm përdorimi më i plot dhe intensiv i ligjit të supozimit mund të kishte prodhuar rezultate të tilla në këtë situatë ekstreme. Vetëm ndaloj një moment, kemi kaluar në situatën 6. Pra, jemi duke kaluar në një tregim tjetër i cili tregon vërtet një situatë ekstreme. E lexova pak për Ciptazi, por do ta lexoj tani për të gjithë së bashku. 4 vjet më parë, një mik i familjes tonë më kërkoi të flisja me djalin e tij 28 vjeç, i cili nuk pritej të jetonte. Ai vuante nga një sëmundje rrallë e zemrës, kjo sëmundje rezultoi në një shpërbërje të organit. Kujdesi gjatë i kushtueshëm mjekësor nuk kishte asnjë dobi. Mjekët nuk dhanë asnjë shpresë për shërim. Për një kohë të gjatë djali kishte qenë i mbyllur në shtratin e tij. Trupi i tij ishte të kurrur pothuajse në një skelet. Ai mund të fliste, të merrte frymë vetëm me vështirësi të mëdha. Imagjinojeni pak. Unë e di se në stad dëshpërim njerëzit mund të bien në momentin që janë të smur, por kjo nuk do të thotë se është fundi, kjo nuk do të thotë që duhet të ndalosh së përpjekuri. Mjekët nuk dhanë asnjë shpresë për shërim, thotë. Në një kohë të gjatë, djali thot kishte kërkuar pra një lloj ndihme dhe gruaja e tij dhe 2 fëmijët e vegjël ishin në shtëpi kur telefonova dhe gruaja e tij ishte e pranishme gjatë gjithë diskutimit ton. Fillova duke i thënë se kishte vetëm një zgjidhje për çdo problem dhe ajo zgjidhje ishte ndryshimi i mënyrës se si mendon. Kaq e thjesht. E di që mund të duket absurde, sidomos kur ti mund të jesh duke vuajtur në dhimbje, në gjitha gjërat e tjera, por është kaq e thjesht. Dhe thot, në fakt nuk është kaq e thjesht. Ka shumë njerëz që problemin më të vështirë e kanë të ndryshojnë mendimet, të ndryshojnë mendsinë e tyre. Meqense të folurit e lodhte, i kërkova të pohonte me kokë në shenjë dakordësie nëse kuptonte qartë atë që po i thoja. Këtë ai pranoi ta bënte. I përshkrova fakte që shndronin në themel të ligjit të ndërgjegjes. Në fakt, ndërgjegja ishte realiteti i vetëm. I thash se mënyra për ta ndryshuar çdo sëmundje ishte të ndryshonte gjendjen e tij të ndërgjegjes të lidhur me të. Si një ndihmë specifike për ta ndihmuar të supozonte ndjenjen e të qenit tashmë mirë, i sugjerova që në imagjinatën e tij të shihte fytyrën e mjekut, që shpreh habi të pabesueshme kur e gjeti atë të shëruar. Imagjinojeni pak, nuk e kanë thënë as shiko veten tënde në pasqyrë, as imagjinoj veten tënde të shëruar, sepse ka shumë njerëz që e kanë shumë të vështirë. Por i ka thënë imagjino të tjerë, duke qenë krejtësisht habitur dhe është vërtet e mrekullueshme kjo. I thash mënyra se për ta ndryshuar si ndihmë specifike për ta ndihmuar të supozonte ndjenjën e të qenit tashmë mirë, sugjerova që në imagjinatë të shite fytyrën e mjekut që shprehte habi të pabesueshme kur e gjeti të shëruar përkundër çdo logjike. Nga fazat e fundit të një sëmundje të pashërueshme që ai e sheh atë duke kontrolluar 2 herë në ekzaminimin e tij dhe dëgjon duke thënë vazhdimisht është një mrekulli. Ai jo vetëm e kuptoi të gjitha këto qartë, por e besonte në mënyrë implicite. Ai premtoi se do ta ndiqte me besnikëri këtë procedurë. Gruaja e tij, e cila kishte dëgjuar me vëmendje, më siguroi se edhe ajo do ta përdorte me zell ligjin e supozimit dhe imagjinatën e saj në të njëjtën mënyrë si burri i saj. Të nesërmen lundrova për në New York e gjithë kjo ndodhi në një pushim dimëror në vende tropikale. Disa muaj më vonë mora një letër që thoshte se djali ishte shëruar mrekullisht. Në vizitën time të radhës e takova personalisht. Ai ishte me shëndet të përsosur, i angazhuar në mënyrë aktive në biznes dhe duke shijuar plotësisht aktivitetet e shumta shoqërore të miqve dhe familjes së tij. Ai më tha se që nga dita që u largova nuk kishte asnjë dyshim se ajo do të funksiononte, pra mënyra, teknika. E përshkroi se si e kishte ndjekur me besnikëri sugjerimin që ja kisha bërë dhe atë ditë pas dite kishte jetuar plotësisht në supozimin se tashmë ishte mirë dhe ishte i fortë. Deri tani thot, 4 vjet pas shërimit, ai është i bindur se vetmi arsye që ai është këtu sot është për shkak të përdorimit të suksesshëm të ligjit të supozimit, është për shkak të përdorimit të suksesshëm të mendimeve tona. Është kaq e thjeshtë. Njerëzit ndonjëherë zhyten më shumë, më thellë në vuajtje, në mjerim, në çdo gjë tjetër. Pse? Vetëm për faktin se shohin pengesa, gjatë gjithë kohës, shohin pengesa. Nuk po them se ti
do t'i eliminosh pengesat duke qenë pozitiv, por duke qenë pozitiv ti jep mundësinë universit, Zotit, jetës tënde që të t'i jap një mundësi të re. Edhe mendoj se kjo do të thënë fakti që nuk është një libër roman, pra nuk janë libra që thjesht i shkruajnë për të mbushur faqet ose për t'i bërë njerëzit që të ndjen të këndshëm ose të emocionuar ose duke qarë. Janë histori, janë teknika që vërtet funksionojnë në realitet. Dhe vetëm për këtë fakt duhet vërtet t'i besoni të gjitha këto që shkruajnë në për këto libra. Dhe duke e besuar edhe këto që thuhet në këtë video, në këtë mënyrë siç ju vjen ju, jam e sigurt që do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj. Jam e sigurt që në fund të muajit do keni më shumë para nëse vërtet e besoni se ju keni para tashmë. Në fund të muajit do të jeni më të shëndetshëm nëse e besoni se vërtet gjithë njerëzit ju shohin dhe thonë wow, sa shëndetshme je. Kam një mikeshën time, e cila më bëri vërtet shumë përshtypje, se po ja shpjegoja ligjin e supozimit, ligjin e manifestimit. Dhe i them, e di çfarë duhet të bësh, duhet të dalësh para pasqyrës dhe të thuash, jam thellësisht mirënjohëse që kam shtuar në peshë, që jam e shëndetshme dhe gjitha këto. Dhe më tha mua, o jo, nuk do ta bëj kurrë këtë. Unë do ta them këtë fjalë që jam shumë mirënjohëse që kam shtuar në peshë vetëm në momentin kur unë do ta shoh këtë si fakt të kryer. Pra, në momentin kur kjo ka ndodhur. Dhe disa gjëra nuk ndodhin në këtë mënyrë. Universi është plot me gjërat mrekullueshme që funksionojnë në mënyra shumë të çuditshme dhe nuk është kjo mënyra e duhur. Nëse ti nuk je gati që t'ja pranosh vetes përpara prakisht se gjërat kanë ndryshuar, se situata është më e mirë, ndoshta nuk do arrish kurrë ta shohësh atë rezultatin që ti do. Kështu që të duhet pak një hap në besim. Shpresoj që t'ju vlejnë këto dy histori edhe do shihemi sërish në një video tjetër.